Ish kryebashkiaku i Rogozhinës, Edison Memolla, ka reaguar publikisht pasi u vëdërzua për të nisur vuajtjen e dënimit me një vit burg, pas vendimit të formës së prerë të apelit të posaçëm të GJKK-s. Në një mesazh të gjatë drejtuar mbështetësve dhe qytetarëve, Memolla e cilëson veten të burgosur politik dhe shpreh se dënimin po e vuan pikërisht në institucionin që sipas tij u kthye në mollsheri në kulmin e karrierës së tij politike. Ai thekson se do ta ndjekë çështjen deri në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, duke lënë të kuptohet për ndikime politike në vendimarrje. Memolla shpreh mirënjohje për mbështetjen e marrë ndër vite nga qytetarët, kolegët dhe familjarët, ndërsa pranon se situata në të cilën ndodhet është e rëndë dhe e papritur. Sipas tij, drejtësia për të cilën ka deklaruar se ka besuar nuk ka funksionuar siç duhet në rastin e tij, duke aluduar për ndikime dhe presione politike. Ai mohon që çështja e tij të jetë rezultati i përplasjeve brenda Partisë Socialiste, duke e theksuar se mbetet socialist dhe së bashku me mbështetësit e tij kanë fituar disa procese zgjedhore në Rogozhinë. Memolla u bën thirrje mbështetësve të qëndrojnë të bashkuar dhe të mos lejojnë përçarje politike. Në reagimin e tij, ish kryebashkiaku pranon se mund të jetë subjekt akuzash dhe sulmesh, por kombëgur se ka vepruar gjithmonë me synimin për të ndihmuar qytetarët. Ai shprehet se ndihma ndaj një qytetarie për energjinë elektrike që sipas pak u bë përfitim elektoral ishte një veprim human dhe jo kriminal. Në fund të mesazhit, Memolla i drejtohet familjes duke kërkuar të mbajë kokën lart dhe thekson se ndonë se është në burg nuk është kriminal. Ai e përshkruan situatën si një sfidë të përkohshme dhe e mbyll reagimin me mesazhin se nuk është një lajm të mirë, por një mirëpafshim për një kohë të caktuar. Edison Memolla po vuan dënimin në burgun e Rogozhinës. Hetimi ndaj tij nisi pas publikimit të një përgjimi audio, ku sipas pak ai ndërhynte pranë një punonjësi të OSHE-s për të mos i ndërprerë energjinë një abonenteje debitore, me qëllim përfitimin e votës në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit 2022.